Është lansuar aplikimi elektronik në platformën e-Kosova për njohjen dhe rivlerësimin e statusit të personave me aftësi të kufizuara dhe dëmtim të shikimit. Kjo iniciativë synon të lehtësojë qasjen në shërbime dhe të shmang procedurat burokratike. Shkumbin Zherka, kryetar në shoqatën e të verbërve Jakova, thotë se pavarësisht tendencës për lehtësim për disa persona, prap ky proces është sfidues. Ma lehtë është për personat e verdh, po vështirësia për personat e verdh që nuk kanë mundësi me apliku online për shkak të moshës dhe problemet që i kanë me e-Kosovën që nuk dinë mi përdor. Që është problemi më i madh për ta personat e verdh. Zgjidhja sipas tij është mbështetjen nga familjarët ose qendrat për punë sociale që mund të ndihmojnë në këtë proces. Një person i cili din mi përdor kompjuterin edhe e-Kosovën mundet mi bëj zgjidhje personave të verdh, po gjithmonë mbështetje dikujt tjetër. Një person i verdh ka problem me kyçin këta. A mendon se ndonjë institucion mund t'ju vinë në ndihmë? Një qendra për punë sociale e cila është adekuate për ta që mund mi kry këtë procedurë. Zherka gjithashtu thotë se për ta bërë këtë ndryshim realisht të qasshëm për të gjithë, është e domosdoshme që të sigurohet mbështetje praktike për ata që nuk kanë njohuri teknologjike, veçanërisht personat e moshuar dhe ata me dëmtime të rënda në shikim.